Dhe kalojmë te pyetja e dytë. Një djalë që ka shkruar para disa kohësh në komentet në një video, pse lejohet skllavëria në Bibël? Pra diçka e tillë, po i përmbledh që mos të harxojmë shumë kohë, të vlerësoj kohën tuaj. Së pari, skllavëria në Bibël. Skllavëria në Bibël nuk lejohet, domethënë. Madje Bibla asnjëherë nuk e lejon, asnjëherë nuk e nxit dhe asgjë mirë nuk shkruhet në Bibël për skllavërinë. Përkundrazi, Zoti nëpërmjet profetit Mojsi në Vjetën e Vjetër, pra Biblën hebraike, që është pjesë e Biblës krishtere, por bëhet Vjeta e Vjetër, Vjeta e Re, pra po flasim e Vjetra është para Krishtit. Në ligjet që i cakton popullit të thirrur të Izraelit, pas çlirimit të tyre pikërisht nga skllavëria në Egjipt. Pra Perëndia është ai që çliroi popullin e tij nga skllavëria. Pra Perëndia çliron nga skllavëria. Por ama ka një gjë që duhet ta theksojmë më së miri, që është konteksti kohor. Pra po flasim shekuj para Krishtit. Shekuj para Krishtit, gjithë sistemi ekonomik ishte bazuar në skllavëri. Pra piramidat e Egjiptit, po ta marrim kontekst simbolik, skllavërinë kanë si leitmotiv. Pra është baza që janë sklavëri dhe vazhdon në kasta deri në maj që është faraoni. Dhe në këtë sistem funksiononte gjithë bota. Sikurse vazhdon funksionon dhe sot, po që sot ka të tjera dinamika, të tjera modele për zhvillimin, po prapë në thelb skllavëria, shfrytëzim është. Kurse në atë kohë ishte legjitime skllavëria, sepse ishte rendi sklavo-pronar. Kurse sot kemi një rend kapitalist. Po prapë sundon ai që kanë shumë kapital. Pra është pak më ndryshe, po si më ilustruar, po njësoj është pothuajse. Pra shumica në botë prapë në varfëri jeton. Dhe ishte problem pakicës. Që jemi të korrekt edhe me kontekstin historik dhe ekonomik. Pra, në Bibël, para Krishtit, shekuj para Krishtit, kemi të bëjmë një rend sklava pronar. Por Zoti është ai që çliroi popullin e tij nga skllavëria egjiptiane dhe i dha ligjin profetit Mojsi që ta rregullonte skllavërinë dhe t'i jepte dinjitet dhe respekt sklavëve. Sepse të gjithë janë bitë Perëndis. Si të pasur, si të varfër, si sklavër, si të lirë janë gjithë krijesat Perëndis. Dhe Perëndia në bazë të ligjit Mojsiut dha rregullimet pikërisht për sklavërit. Dhe çfarë rregullimesh kishte atje? Për shembull, një sklav ishte i detyruar të shlyente borxhin zotërisë, duke punuar vetëm 6 vite në shtëpinë e zotërisë së tij. Pas 6 vitesh, ai kishte me ligj, me drejtën e Zotit, që i dha profetit Mojsi, të ishte i lirë, pra të ikte në shtëpi e zotërisë. Dhe zotëria kishte detyrim sklavit t'i paguante një pjesë të pasurisë që skllavi të fitonte një jetë të re, një jetë të lirë, pra në ndërtonte jetën e tij, familjen e tij. Dhe po flasim para Krishtit, pra e kuptoni? Pra kombi Izraelit që u zgjodh nga Perëndia. Fal premtime që Perëndia i bëri Abrahamit, ose ka Izraeli diçka, është Perëndia që zgjodhi atë. Vetëm kombi Izraelit ka pasur të drejta në atë, ndërkohë që gjithë bota ka qenë një skllavëri ekstreme. Pra vetëm 6 vite punonte sklavi. Madje ligji, po të shkosh amendamentet në Torën hebraike, pra në ligjin, përcakton dhe thoshte nëse ti i thoshte sklavit në bazë të ligjit, nëse sklavi pas 6 vitesh nuk ikën pra të çlirohet dhe ndërtoi jetën e tij, atëherë është më mirë të marrë veshën thoshte dhe ta nguli me gosht tek dera e zotërisë dhe të rri aty. Pra ishte një mënyrë metaforike për të thënë që sklavi është i nxitur dhe i detyruar të fitojë lirinë, sipas ligjit të Zotit. Pra tham që shkrimi i shenjtë në Bibël jo vetëm që nuk e lejon skllavërinë, por ama e nxit sklavin që të fitojë lirinë, sikurse jep të drejta shekuj para Krishtit sklavit që të ketë respekt dhe dinjitet në shoqëri. Dhe detyron zotërinë që ta paguajë dhe të sillet mirë me të. Dhe një gjë tjetër që mund të kemi parasysh është që në Izraelin e kohës, ndër judenët, sklavët trajtoheshin më me dinjitet dhe jetonin bashkë në zotërinë e tyre. Pra siç kemi pasë modelin feudal në Shqipëri, për shembull, smeqarët, jetonin bashkë me belerët ose me zengjinët ose me pra ishte një formë ngjashme pra lindore, ose që është trashëguar deri vonë në vendet anglosaksone.
Vendet anglosaksone jetonte majordomi bashkë me zotërinë. Kurse në botën pagane që ishte pa Zotin, që nuk ishin ligjin e Zotit, sklavi nuk kishte as edhe një të drejtë. Dhe zotëria madje mund edhe ta vriste, një zotëri romak mund ta vriste sklavin e tij dhe nuk kishte asnjë ligj që dënonte atë. Kurse në Izraelin e kohës, flasim gjithmonë para Krishtit, nuk lejohej vrasja e sklavit. Pra, nuk lejohej, si thua, marrja e jetës së tij. Thamë që sklavi trajtoi njësoj me dinjitet si biri i Perëndis, njësoj me zotërinë e tij dhe nxitej liria e tij. Kurse pas Krishtit pasaj ndryshon komplet puna. Pra nga shekulli 1 e mëtej, krishtërimi vetëm sa ka sjell zhvillimin e të drejtave të njeriut dhe e ka shkatruar skllavërinë fare. Pra krishtërimi e ka shkatruar skllavërinë. Në kuptimin e mirë të fjalës. Po të shikojmë në Vjetën e Re, apostujt shkruajnë shumë qartë që ju sklever thotë, binduni zotërinëve tuaj, sikur të ishte Zoti, pra i flet skleverit që janë besimtarë, dhe krishterë. Por edhe ju zotërinj thotë, silluni mirë thotë, me punonësit tuaj. Duke ditur që na Zoti do e merrni shpërblimin. Gjithashtu thoshte shkrimi i shenjtë në Vjetën e Re që nëse je thirrur si krishter, duke qenë sklav, mos kërko ta ndryshosh. Pra nuk është të thënë që ti tani u bëre krishter dhe si thua rebelohesh ndaj zotërisë, në asnjë mënyrë, sepse tani tillë ishte rendje ekonomik, kontekst historik. Por ama shkrimi i shenjtë vazhdon, por nëse të jepet liria, pra nëse të jepet e drejta ose mundësia, pra shkon krishterimi nxit edhe oportunizmi. Pra nëse të jepet mundësia ta fitosh lirinë, fitoj edhe jetos njëri i mirë. Dhe të gjitha lëvizjet pasaj në shoqëri, të gjitha kanë ndodhur nga krishterët. Deri në heqjen dhe ndalimin e skllavërisë në fund me ligj total gjatë kohës së Abraham Lincolnit në Amerikë. Dhe mos harrojmë që Lincolni ka qenë një krishter, pra avokat si profesion, një krishter dhe gjatë kohës së Lincolnit mblidhej parlamenti pasi luteshin Perëndis. Gjë që ka filluar të bën pak a shumë të Donald Trumpi, nuk e di sa do zgjasë ajo gjë, sepse në kohën e Lincolnit ata luteshin në çdo seancë. Pra ishte parlamenti një lloj kishe. E Lincolni shkoi deri në vetmohim, le të themi, së pari për ndalimin e luftës, që mos kishte gjakderdhje midis patriotëve, pra Amerika e Veriut me Amerikën e Jugut, dhe dyta ishte shkatrimi përfundimtar i skllavërisë. Dhe e fundit fare pasaj ishte edhe shkatrimi i racizmit me kohën e Kennedy, gjithashtu një krishter. Pra nuk lejohet skllavëria në Bibël. Nëse përmendet skllavëria, duhet parë konteksti kohor dhe gjithmonë shkrimi i shenjtë duhet të lexohet në kontekstin kohor. Se nëse nuk njohim historinë, mund të bien pasaj në terrene të rrezikshme pasaj dhe do na duket Zoti si tiran, jo, Perëndia është dashuri dhe Perëndia do të gjithë, por ama Perëndia është Perëndia i rregullt dhe të gjithë janë thirrur që të ecin në rregull, në respekt dhe në harmoni me njëri tjetrin. Kjo përsa i përket kësaj pyetje, uroj të jetë e qartë.